Kryeministri Zoran Zaev në takimin e sotëm të punës me përfaqësuesit e sektorit jo qeveritar dhe mediat potencoi se reformat janë të domosdoshme për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE. Sipas tij, qeveria pret që deri në fund të këtij viti Maqedonia të marrë një rekomandim të pastër për negociata me BE-n, ndërsa vitin e ardhshëm të merren edhe data për hapjen e kapitujve për anëtarësim të plotë. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë insiston që gazetari Zoran Bozhinovski të largohet nga paraburgimi dhe t'i lejohet që të mbrohet në liri. Nga shoqata kërkojnë që prokurori Zlatko Bikovski ta tërheqë kërkesën për paraburgim, ndërsa gjykatësia Lenka Davidkova menjëherë ta ndërpres paraburgimin. Paraburgimi i gjatë kundër Bozhinovskit nuk shërben më për një vijim efikas të procesit gjyqësor, por përshëndrohet në dënim, pretendon SHGM-ja. Kryeministrja e Britanisë Theresa May premtoi se për qytetarët e BE-s nuk do të jetë patjetër të largohen menjëherë nga mbretëria sapo vendi të largohet nga BE-ja. May shtoi se Britania pret që e njëjta të bëhet edhe për qytetarët e Britanisë të cilët jetojnë në BE. Sipas Angela Merkelit, propozimet e parashtruara të Mayt në samitin e BE-s në Bruksel janë fillim i mirë në negociatat rreth Brexitit.